me bazu dikun. Absolutisht, nuk po flasim në mënyrë dëshirore kjo. Po duhet me mbështet dikun. Ja ka dhënë tezë, ja ka dhënë informacioni shtetënor. Ja, ka drejt burimet veta. Po sigurisht. Na jemi këtu në Po duhet me përmend burimin, jo me emun. Po s'do me thonë burimin ta nxjerr se ka drejt të mbajë burimet. Munis për spekulime që i dëgjojmë edhe në jetën e Ja, unë nuk spekuloj. Po flas për juve ndërmos, po flas për juve. Unë mendoj sepse ideja është që me 28 dhjetore kemi pas një unitet kështu ta quajt plot mes zonjës Osmani dhe zotit Kurti. I kanë korrektu ato situatat pa lakmueshme që i kanë pas këtë periudhën e fundit para zgjedhjeve, edhe besoj që është një farë dakordimi i dyve që të vazhdohet me këtë binom në përgjithësi, sidomos rezultati i kallëzon. Na e kena përmend edhe mundësinë që të jetë kandidat dikush edhe i familjes Jashari. Unë kam informata që Partia Demokratike është e gatshme ta votojë secilin opcion që vjen nga familja Jashari. Fillimisht emrin e Bekimi Jasharit si kandidat për publike që thaj për grupa. Ju që kivesh informata. Tani më thosh thotë ku e ke marrë këtë informacion. Zoti Gruda tha. Burimet. Jo ma ishte publike, zoti Gruda tha ato. Kush është pole position për ty, Drenor?